Tregon Ibn Kajimi, thot, kur shkova ta vizitoj mësuesin tim në burg, kur e pash në këtë gjendje fillova të qaj, nga se nxënësi e don tepër mësuesin e vet, mësuesin që është hakikat. Edhe Ibn Taymije më tha, a mbërzitesh për gjendjen time? I thash, po, o i nderuar i mësues, ta mos qaj për mua, nga se vallahi i burgosur dhe i zanë rob nuk jam unë, por i burgosur është ai njeri që zemrën e ka të burgosur nga Zoti dhe merret me punë të kësaj dunjaje, ndërsa rob është ai njeri që epshi i tij e ka zanë rob dhe nuk e le të capase për të krijuar punë të mira. Fjalë neve na mëson që mos u brengos nëse je në rrugë të drejtë, nëse të ofendojnë dhe gjëra tjera, por brengosu nëse këtë organ e ke të burgosur nga përmendja e Zotit Xheleshanu, nga bërja e veprave të mira, dhe nëse je rob i epshit tënd, atëherë duhesh të brengosesh.